Me ardhjen e Ramazanit, qytetarët vërejnë rritje të çmimeve, gjë që thonë se i ka ngarkuar ekonomikisht. Për përgatitjen e një iftari thonë se shpenzojnë minimumi 20 euro. Kostoja rritet dukshëm nëse për iftar kanë mysafir. Edhe pse që një javë si startoi Ramazani, besoni se e pa se shumë ma shumë shtrejtësi ka pi se sa akon vjet. Besoj se me një rok mesatare mujnë me danë me një rok Ramazanin deri në fund, se sidomos e kina traditat me iftras afërmit familjaret një iftare, me shku edhe mos ande sofrat ose ato tavolinat e iftarit me pas ma shumë. Sa kushton shujtja e një iftarit, ajo më varet për familjes si ashtu, por mesaratarisht veç familja nër 20 euro së më shton asë një familje për fatë keq që di. Ajo shkon ma tepër, me siguri. Sigurisht. Ajo më varet për buxhetit familjes. Po ja arrim disi ama çmimet i pas kanë ngrit. Kone funit bashkë për Ramazan, 10-20% ikon janë më të larta se ditëve tjera. Po minimumi 50 euro një iftar me po. Si duhet, minimumit. Një familje 5-6 antar, më shumë jo. Minimumi 5-6 euro të kështon. Vezët pak janë ma shtrenjtë se tjera vjetë, po qaj është. Sa harxoni mesatarisht? Pas shëvesh, se kemi bo bashkë matematikën për ata, po është pak si shtrenjtë. Shitësit thonë se pavarësisht çmimeve që ndikojnë nga importi, me ardhjen e Ramazanit ka pasur më shumë shitje. Ka lëvizje më shumë sebeb Ramazanit, po çmimet janë thuj se njëjta si vjetë, qa janë, varët këtë kjo dogana, siguri doganon, se artiklet vjen këtë ma shumë për jashtë tash. Krastavicit vjen për Greqie, domatet vjen Greqie, Shqipnijës, ati varët këtë po ma të mëdhejt që ka e binë ato, kryesor me shumis. Realiteti ekonomik sfidon qytetarët, por tradita e iftarit dhe rëndësia e muajit të shenjtë mbeten prioritet.